Mergim Koca ka lloje të ndryshme të zogjeve. Ai kujdeset me përkushtim e dashuri për ta gjatë gjithë kohës. Në dyqanin e tij në Gjakov ka nga kanarinat e deri te papagajt. Si kryetar i shoqatës së zogjve dhe bilbylave Çabrati, ky pasionant i zogjve tha se shpezet kanë specifika të ndryshme dhe për përkujdesje. Dyqan për momentin kom disa lloje të zogjve, kanarinave kom gardelinave, kom majorave, edhe da lloje të papagallave, kemi tigrica, lovebird i thojnë, edhe da nimfa. Për ndryshe muj me pas edhe ma tepër, po hapsina nuk e lejon ma tepër. Kanarina kom ma shumti edhe gardelina. Me këtë veprimtari Koca merret prej vitesh dhe përvohet me klientët të cilët blejnë zogj, thatë që janë të ndryshme. Unë edhe i kultivoj, edhe i shumëzoj, edhe i mirë mbaj, përndryshe i mirë mbaj me kujdes edhe kom dëshirë me pas këtë hobi që e kam, edhe shesim, po është në Gjakov pak të lashe me shit, e marrin një bylbyl, e ndëgjojnë tu kënu, mas një jave, mas 2 jave, s'pëm kënon e këthen. Po unë e kom një princip që çdo gjë që e blejnë, e marrin nuk ju kthej, edhe ndrime nuk bëj. Pasionin për zogj e ka prej më shumë se 53 viteve, pothuajse një jetë ka kaluar me përkujdesjen ndaj zogjve. Unë e mirëna prej vitit 1972, do më thonë që 53 vjetë mirëna me këtë hobi. Kom pas një pauzë 2 vjeçar për shkak të alergjisë, po kom te kalu tash, jam imunin këtë lami timen që shumë e adhuroj, edhe shumë jam i dashurnu në zogj të kafazit. Organizata të ndryshme gjatë gjithë vitit ngrejnë alarmin për ruajtjen dhe përkujdesjen ndaj zogjve me qëllim që të mbrohen dhe përkujdesja ndaj tyre të rritet gjithnjë më shumë.